Gjithsesi jo partijak, me konsenzus, që është i pranishëm për të gjitha partitë, po edhe për popullin mbarë. Ka kuadra që mund ta kryjnë këtë detyrë me nderë edhe pa anime partijake. Po folet për shembull Blerim Shala, mos i veç po kërkoni një emër, mendoj që është një person i cili e ka një karrierë të mirë politike, është person i cili e njeh se shumë e rëndësishme dhe me njoftë edhe si më thënë rrethana ndërkombëtare, domethënë me qenë një person kredibil i cili kur shkon jashtë me përfaqësu Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme. Domethënë diçka çifti tina ndoshta, domethënë një person i cili ka kredibilitet jashtë, i cili patjetër duhet me njoftë edhe anglishtën ose ndonjë gjuhë të huaj, i cili domethënë një tillë duhet me qenë. Po, mendoj me qenë jo partijak, edhe me punu për këtë vend, rrugova i ndjeri dhe i ke Kosovë duhet më matë mira, donë me punu për këtë vend, tjera duhet me jarru. Këto tash partitë politike janë bo interes, nuk ka më dashni ndaj partije, respekt. Ki ndonjë emër, si t'ka shkëmendja ndonjëherë? Po për mene që ky Blerim Shala më kujtohet se njëherë ka pas thonë rrugova është një për njerëzve më të meqë në Kosovë, nështë ta kish me qenë e qëllume. Po për mua, merita më të mëdha ka Ilhaz Ramaj. Arsyetimi, pse? Për shkak se e shpalla atëherë ka qenë za vend si kryetar të kuvendit deklaratën Gjykoriku. Juristi që më provoj ka të mendive jam ai do të më kon president i Kosovës. Opozita kanë emra mjafti, kanë ata kandidatë vetë ne të propozojnë ata vetë. Na qytetarët kanë me propozu.